Janë idiote, skandal në Moskë, deputeti ofendon vajzat ruse, ato që zgjodhën të martoheshin me turq. Një ligjvënës rus ka shkaktuar polemikat forta pasi ka bërë komente fyese ndaj grave ruse që zgjedhin të martoheshin me burra turq. Ai deklaroi se praktikisht asnjë vajzë normale nuk do të martohej me një turk. Sipas veprimeve të tilla ndikohen edhe nga seriale televizive turke, të cilat, siç pretendon ai, krijojnë një imazh të rrem të burrave të kujdesshëm dhe të një jete luksoze. Ligjvënësi quajti gratë që martohen me shtetas turq pjesa jo më e mirë e shoqërisë dhe madje përdori termin idiote duke shtuar se një vajzë normale duhet të dëshirojë të martohet me një burr rus. Deklaratat e tij u përballën me shpejtësi me mediat sociale duke shkaktuar reagime të ashpra për shkak të tonit hapur ofendues dhe elementeve të qartë të shovinizmit. Kritikët i cilësuan komentet si diskriminuese dhe fyese ndaj grave si dhe nxitse të stereotipeve etnik.